Ka pasur edhe një opinion të ngarkuarës me punë të ambasadës së SBA-s. Ju përmendet raportet, për shembull në mesin e elementeve me të cilat nuk janë pajtuar, ka qenë edhe fakti që përderisa partneriteti jonë ka një bazë shumë të thellë të rëndësishme me SBA-n, ne kishim kryeministrin e Republikës së Kosovës, i cili ligjeronte për të majtën përkrah Spanjës e Brazilit në një summit i cili konsiderohej pra si summit anti-Trump. E rrethana të tilla të cilat nuk mendoj që i kontribuojnë një shteti sikurse Republika e Kosovës për shkak të kemi dëgjuar të angresni zërin, as ju, zoni Satoci. Jo, këto janë zhvillime të fundit të cilat unë i kam theksuar, mund të them që një pjesë të debateve ne i bëjmë edhe brenda instancave partijake dhe politike, grupe parlamentare apo mbledhje të partive, e pastaj kur veç se shohim që gjërat kanë devijuar nga boshti mbi të cilën është ndërtuar një partneritet, sepse ju gjithmonë mund ta parashikosh se si partneri do të sillet. Ti nisesh në një farë lloj mirëbesimi dhe në një farë lloj marrëveshje se si do të vazhdosh tutje, mirë po kur gjërat lëvizin në dimensione të pakthyeshme, atëherë ripozicionohen dhe çështjet e pozicioneve dhe kontributit tonë politik. A jetësohet me Vjosa Osmanin, me Lumena Bezgjikun, me LDK-n projekti për gazin amerikan? Po, çështja e energjisë është kapitull në vete të cilën ne e theksojmë, e ritheksojmë. Nuk është lajm i mirë për fakti që Kosova vazhdon të ketë import të thelluar e të theksuar kashi nevojave bazike për energji elektrike, mirë po përveç se niveli i importit pra ka kaluar 1 miliardshin për gjatë kësaj periudhe, kemi parë që nuk ka pasur investime të mjaftueshme kashi nevojës për ngritje të kapaciteteve energjetike. Kemi parë projekte të energjisë së ripërtërishme të cilat ende mbesin livadhe, e shumë gjëra të tjera të cilat nuk kanë dhënë pra alternativë se si ecën tutje, pra po duket që politikat energjetike thjesht kanë qenë politika të gabuara. E çështja e gazit amerikan, ne e shohim edhe sikurse të interesit strategjik e politik, mirë po gjithashtu edhe të sigurisë kërshi furnizimit, sepse jep një alternativë në raport me energjinë, mirë po gjithashtu edhe me çështjen e uljes së çmimeve për energjinë elektrike. Ky projekt është diskutuar edhe në fillim të qeverisjes së atëshme të vitit 2021, është refuzuar karshi një alternative për baterit, por unë thash edhe një ditë nuk e di edhe se çka do të ruajmë në ato bateri, sepse ne nuk po kemi prodhim të mjaftueshëm as për konsumin minimal. Pra vazhdimisht po duhet të importohet në mënyrë që të furnizohet qytetari, andaj nuk e di pra se si është menduar saktësisht në atë kohë pra nga qeveria, mirë po ne kemi pjesë të programit, pjesë të përkrahjes tonë politike edhe personale që të vazhdojmë tutje me çështjen e projektit të diversifikimit të energjisë që në këtë rast pra kemi të bëjmë me gazin amerikan.